Nga data 7 deri 9 prill, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, njëherë Aziz Zëvendës, presidente e Komisionit Evropian, Kaja Kallas, do të zhvilloj vizitën e parë zyrtare në Ballkanin Perëndimor. Ajo do të vizitojë Malin e Zi, Shqipërinë dhe Bosnjë e Hercegovinën. Në Mal të Zi, Kallas do të takohet me presidentin Jakov Milatović dhe kryeministrin Milajko Spajić. Ajo do të zhvillojë takime me organizata të shoqërisë civile dhe do të marrë pjesë në një inspektim të pajisjeve të financuara nga Fondi Evropian i Paqes. Në Tiranë, përfaqësuesja e lartë do të takohet me presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama. Konferenca për shtyp me kryeministrin Rama do të mbahet më 8 prill në orën 10:25. Ajo do të zhvillojë takime gjithashtu me ministrin për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani dhe ministrin e mbrojtjes Piro Vengu. Gjatë qëndrimit në Shqipëri, Kallas do të hapë zyrtarisht dialogun e parë të sigurisë BE Shqipëri, së bashku me ministrat Hasani dhe Vengu. Ajo do të marrë pjesë dhe në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjeve të grantit dhe kredis me Bankën Evropiane të investimeve për zhvillimin e linjës e kurudhore Durrës-Rogozhin. Gjithashtu ajo do të mbajë fjalë para studentëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile. Në Bosnjë dhe Hercegovinë, Kallas do të vizitojë trupat e misionit të BE-s EUFOR dhe do të takohet me anëtarët e presidencës. Po ashtu do të zhvillojë takime me kryeministren Borjana Kristo dhe ministrin e jashtëm Elmedin Konaković.